S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. Unë jam Alba. Nuk e di, besoj e keni parë foton tonë. Ne jemi një çift që kemi 2 fëmijë, një vajzë 7 vjeçë e gjysëm dhe një 4 e gjysëm. Tani më kanë ftuar të flas për prindërimin, sepse unë kam 5 vite që punoj me prindër, kryesisht me prindër. Kur ne kishim vajzën e parë, sigurisht që ishim prindër të ri dhe nuk dinim asnjë gjë, fëmia vjen pa instruksionet, kështu që kemi mësuar shumë gjëra, edhe kemi dështuar në këtë rrugë, kemi ngritur prap, por unë duke parë nevojën që ka nënat e reja, pra nevojën që unë kisha si prindëri, ju futa këtij rrugëtimi për të mësuar më shumë për fëmijët dhe me vullnetin e Zotit, e di që kam qenë bekim për shumë prindër, sepse vetë ata e dëshmojnë. Dhe unë jam shumë e lumtur që Zoti më ka përdorur për këtë gjë. Tani unë punoj online kryesisht me prindër nga gjithë bota, por zakonisht unë nuk i shoh ata ndërsa flas, shoh veten time në ekran, dhe tani po ju shoh juve dhe kam pak emocione. Jeni shumë të bukur, jam shumë e lumtur që jam këtu. Nuk e di sa për jush jeni mbi 30, pra brezi 90-s, brezi im. Jam shumë e lumtur, pas ka shumë të rinj. Besoj e keni dëgjuar atë shprehjen, ky brezi sotëm. Unë e gjoj gjithë kohës. Ky brezi sotëm është shumë i çuditshëm, është shumë i pabindur, janë shumë ndryshe. Tani sigurisht që brezi alfa mbi 2010-ën është ndryshe. Edhe ne themi ata kanë lindur me telefon në vesh. Sigurisht teknologjia bën të vetën edhe ka shumë ndryshime. Edhe zakonisht kemi atë tendencën që të fajsojmë gjenet, kulturën, rrjetet sociale, muzikat që dëgjojnë, çdo gjë, kur një brez nuk shkon ashtu siç duhet. Por le të kujtojmë një shembull në Bibël, që është kultura babilonase. Si ishte, çfarë ndodhte në atë kohë? Ishte shumë keq. Por Danieli, që na tregohet në Bibël se si jetonte jetën, me sa guxim dhe sa pasion lutej, ishte ndryshe. Pra edhe ne mund të kemi një brez ndryshe, pra fëmijë ndryshe dhe të perëndishëm, edhe pse jetojmë në një kulturë shumë të vështirë. Dikur prindi ishte autoritar, fëmia ishte pra më i vogël, edhe duhet të respektonte prindin, si do të ishte, dhe tani duket sikur ka ndryshuar pak gjërat. Me futjen e këtyre termave të gentle parenting, prindërimi i butë, duket që ka raste që fëmia bëhet autoriteti. Pra duket sikur fëmia është lideri tani, edhe prindit kanë frikë të disiplinojnë, kanë frikë të flasin, se mos na mërzitet, mos qanë, edhe ky termi prindërimi i butë bëhet pak a shumë lejues, sepse lejojnë fëmijën të bëjë ç'të dojë. Edhe nuk është kjo. Ne mund të gjejmë një balancë në gjithë këto informacione, në gjithë këto burime që na jepen përmes internetit sidomos, ne duhet ta filtrojmë shumë mirë informacionin. Dhe siç e thash, duhet të gjejmë një balancë. Po kush është kjo formula që ne të kemi fëmijë të edukuar, të disiplinuar, të perëndishëm? Ku duhet të bazohemi? Ne sigurisht që bazohemi tek Bibla. Nuk ka një libër më të mirë për jetën, për prindërimin, për çfarëdo lloj situate ku ne gjendemi, sesa Bibla. Kështu që nëse shkojmë tek Bibla, unë do thoja numri 1 është të punojmë me identitetin e fëmijës. Pra identiteti si një fëmijë i perëndis. Çfarë duhet i mësojmë fëmijës? Gjëja e parë është ta duam pa kushte, edhe t'ia tregojmë të dashuri. Pra nëse e pyesim fëmijën, si mendon ti? A mendon që unë të dua kur ti sillesh mirë? Me siguri do thot po. Po nëse e pyesim, a mendon që unë të dua kur ti bën gabime? Në fillim, fëmijët e mi janë menduar. Edhe në shumë raste do thonë, jo, nuk jam e sigurt.
Sepse ata nuk e din kush janë, nuk e dim se ne i duam edhe kur ata bëjnë gabime. Kështu që duhet ja tregojmë këtë gjë, po duhet ja tregojmë edhe me vepra, jo vetëm me fjalë. Kështu që një nga vargjet që mund ta nxirni atë vargun nga Psalmi 139, që është shumë i famshëm, që fëmia është i krijuar në imazhin e Perëndisë dhe për lavdinë e Perëndisë. Pra, nëse është i krijuar në shëmbëltyrën e Perëndisë, shikoni sa i çmuar është ky fëmijë. Perëndia thotë, unë të kam endur në barkun e nënës tënde. Ashtu siç ndoshta kemi thurur ne diçka me shtiza kur kemi që nuk e pritur bebin ose gjyshet tona që bënin për ne, sa me shumë dashuri e bënin atë gjë për ne. Po ashtu e ka bërë edhe Perëndia njeriun, pra është kaq e fuqishme, kaq e mahnitshme. Dhe ne duhet ta ushqejmë zemrën e tyre, të besojmë tek fëmijët, ata kanë shumë nevojë që ne të kemi besim tek ata. Besim për çdo gjë që bëjnë, për atë që janë. Por në thelb duhet të punojmë që identiteti i tyre të jetë i dashur. Ata të ndihen të dashur, të ndihen të zgjedhur. Sepse identiteti është ai që e kontrollon sjelljen. Besimi që ata kanë për veten, kush jam unë, e kontrollon atë që ata bëjnë. Një fëmijë që mendon se është i keq, jam e sigurt që nuk do veprojë mirë. Do sillet keq. Ndërsa një fëmijë që beson që është i mirë në thelb, do e ndryshojë mënyrën e tyre të sjelljes. Ne mund ta korrigjojmë sjelljen e tyre. Jam më shumë pro korrigjimit se sa kritikës. Pra të kritikojmë është ta turpërojmë, ta gjykojmë, t'i themi çfarë nuk shkon mirë me të dhe ta korrigjojmë. Okej, sot u tregove i pakujdesshëm, jo se ti je i keq, i paaft, apo çdo lloj fjale tjetër që ne mund t'i themi, por jam e sigurt që herën tjetër do tregohesh më i kujdesshëm. Ja të tregoj unë se si mund të sillesh. Sot u tregove i pabindur, por jam e bindur që nesër do të bindesh më mirë, do jesh më i aftë për të dëgjuar. Afirmoje fëmijën. Kanë shumë nevojë për afirmimin ton. Kanë shumë nevojë që ne të jemi një lider, por një lider shërbëtor, ashtu siç Jezusi ishte me ne. Ishte një lider shërbëtor i përkushtuar në marrëdhënie. Është shumë e rëndësishme të kalojmë kohë me fëmijët, të argëtohemi me ta, të shkojmë në nivelin e tyre, në botën e tyre, të bëhemi si ata, dhe kështu ata kuptojnë që ne jemi të dashur, pa kushte, jemi prezent, shumë rëndësishme që të jemi prezent me ta në vend që t'i japim gjëra, se ndonjëherë i bëjmë gjëra duke menduar, okay, e mbarova, e bëra edhe këtë gjën, edhe cila do jetë gjëra tjetër. Ndërsa fëmijët jetojnë momentin. Ata nuk e bëjnë shëtitjen për të bërë shëtitjen, se duhet bërë shëtitja sot, se duhet ecim, kaq hapa. E bëjnë dhe ndalojnë çdo 2 minuta, kapin një gur, do këpusin një lule, do shikojnë ret. E keni vënë re sa të kujdesshëm janë për të parë çdo detaj, edhe pse është shumë lart në qiell, gjëra që ne nuk i shohim. Pra, le t'i afirmojmë, le t'i përforcojmë çdo gjë të bukur që ata sjellin në botë. Fjalët kanë shumë fuqi. Dhe duhet i tregojmë se kush janë ata, çfarë i motivon ata. Sa herë pyesin fëmijët si kalove sot në kopësht, ose si kalove në shkollë, mirë. Ç'a bëre hiç. Ç'a do bësh kur të rritesh, nuk e di. Le t'i pyesim kush ishe sot. Elia thot isha, kush isha? Po çfarë tregove sot? Mos ishe Elia e dashur, Elia e butë, Elia e kujdesshme, Elia e durueshme, Elia që tregon mirësi ndaj një shoqe apo ndaj mësueses, Elia që bindet, apo ishe ajo Elia që nuk dëgjon, që xhelozon, që është egoiste. Edhe fillon të mendoj gjëra që ka bërë, të cilat kanë lidhje me frytet e frymës. Ne ja mësojmë frytet e frymës përmendësh. Është e detyrueshme të mësoj një varg nga Bibla çdo javë. Dhe duam që t'i kenë parasysh kush janë frytet e frymës. Dhe sa herë të bëjnë diçka që kanë demonstruar një nga frytet e frymës, duhet t'ja nxjerrim në pa. Të fokusohemi te kjo gjë, në vend që të fokusohemi te ç'a po bëjnë gabim sot.
Ndaj, duhet të fokusohemi për të theksuar karakterin dhe rritjen shpirtërore. Se ata nuk kanë nga ta din. Nuk kanë nga ta din identitetin e tyre. Ne do ja tregojmë atyre. E dyta është që prindi është lideri dhe jo fëmia. Pra siç e tham, nuk duhet kemi frikë ta disiplinojmë, t'i tregojmë kufit, sepse i duhen disa kufi ose disa mure për t'i treguar që ti je i sigurt. Ata ju do thoni, okay, ata gjithkohës mi shtyn kufit. Sa po vendos një kufi, ajo thotë, jo, s'dua ta bëj. Duan të bëjnë të kundërtën. Sigurisht, sepse janë fëmijë, ne nuk presim që fëmia të thotë, po patjetër mami, jo, nuk do të haj lëpirë sot sepse më bën shumë dëm. Më mirë të haj supën. Nuk mund të presim që të bindet me një herë. Por ne duhet të tregojmë që unë jam këtu për të vendosur disiplinë, për të vendosur kufit, sepse dua të të mbroj ty. Pra dhe nuk kam frikë t'ja vendos këtë rregull. Dhe Efesianët 6:1, ç'a thot? Ju fëmijë, binduni prindërve tuaj në Zotin. Sepse kjo është ju fëmijë, binduni prindërve tuaj në Zotin. Ky është dhe urdhërimi i parë me premtim. Ndero nënën dhe babain, që ti të kesh jetë të gjatë mbi dhe. Ti je figura autoritare, edhe nuk ke pse të jesh i sert, apo i frikshëm, apo abuziv, por mund të jemi të dashur. Pra, na takon deri, na takon ky respekti. Dhe fëmia duhet të ketë respekt për ne. Pra ne meritojmë, pavarësisht që ne do të bëjmë gabime, dhe do flas pak më vonë çfarë ndodh kur ne bëjmë gabime, por kjo është krejt okej. Ne duhet të kemi një zemër baritore. Pra nuk kemi frikë të marrim vendime që ne dimë që janë shumë të mira për fëmijën. Fëmia duhet të kuptojë që ka disa rregulla në jetë, ka disa vlera në familje dhe ne ja mësojmë këto vlera, i mësojmë se si t'i zbatojmë me konsistencë dhe me rregull. Një ditë vajza ime më pyeti, nuk ja kisha treguar ndonjëherë këtë vargun në Efesianëve 6:1, dhe ishte diku të 6 vjeçe. Dhe më thotë, nuk e mbaj mend për çfarë i thash që ti duhet të bindesh për këtë gjë. Dhe tha, po, ku është kjo në Bibël, tha? Se duhet bindem, e thotë Zoti gjë këtë? Pra, ajo e kishte kuptuar tashmë që është Zoti, ai që më mentoron mua, që më udhëheq mua, që kam edhe unë një bos. Nuk është se jam vetëm unë në këtë shtëpi edhe babi që drejtojmë dhe që japim urdhra. Tha, ku është kjo në Bibël? Edhe mendoj se po më zinte keq. Edhe direkt ha Biblën dhe ky ishte momenti për t'i mësuar përmendësh këtë vargun. Por nëse na trajtojnë pa respekt, është momenti për t'ja mësuar. Pra kemi vargun tjetër që thot, mësojani fëmijës tuaj rrugën ku duhet të eci, sepse që ta ketë edhe kur të plaket. Nëse nuk të respekton, ja mëson se si të më respektoj. Nëse nuk di të sillet në market, në park, në shtëpi, me vllajën, me motrën, ja mësojmë se si të sillet ashtu siç duhet. Ata meritojnë që ne t'i mësojmë. Pra, ne nuk sillemi si fëmijë, do të ishte idealja, do më thënë, nëse nuk bëhemi si fëmijë në momentin që fëmija nuk bindet, që ti themi, shiko, ma bë ka stile. E di, do të më provokoj tani, se s'ka mundësi, sepse shpesh e gjem veten duke u kapur stimacja me miun dhe duke kërkuar atë respektin me dhunë, me zorë, me forcë. Por në fakt, nuk duam një sjellje apo një bindje sipërfaqësore. Siç e thash, duam zemrën e tyre, duam të punoj me zemrën e tyre. Ku është problemi? Çfarë po fshihet pas kësaj sjellje? Si po ndihet fëmia im? Çfarë po mendon fëmia im? Kush ishte nevoja e paplotësuar e fëmijës tim që e bëri këtë gjë? Dhe kjo nuk do të thotë që ne do ta ndryshojmë kufirin, do ta ndryshojmë rregullin. Jo, ne do të jemi konsistent në disiplinë, por kjo nuk do të thotë që do ta bëjmë këtë gjë me dhunë. Si të bëj që të më bindet? Më pyesin shumë shpesh prindrit. Elementi kyç është konfidenca. Siç e thash, ti duhet kesh besimin që e meriton respektin, e meriton bindjen, e meriton nderimin. Nuk duhet fokusohesh, mbase unë po bëj një gjë shumë keq në prindërim, mbase unë jam prind shumë i keq edhe nuk e meritoj që ata sillen kështu, se prandaj po sillen. Jo, kur ti po e tepron, mund të reflektosh. Kur ti po mbi kontrollon, duhet të reflektosh. Mbase po vendos sa rregulla që janë pak të tepërta. Le të mendojmë dhe të vendosim vetëm rregulla që janë me të vërtet shumë të rëndësishme, që
pastaj fëmia ta ketë edhe më të lehtë të bindet dhe të kuptojë çfarë është shumë e rëndësishme, sesa të jemi gjithë ditën duke ndaluar dhe duke e kontrolluar. Duhet të kemi disa pritshmëri shumë të qarta, kufi të qartë, konsistent dhe konkret. Pra në vend që të themi sillu mirë, bëu çuni mirë, bëu gocë mirë. Ai nuk e di fare çfarë do të thotë kjo gjë. Kështu që mendoje çfarë ti them, çfarë të bëj. Okej? Nëse është duke ulur aty dhe duke prishur diçka, ti s'mund t'i thuash bëu çuni mirë, lëre baterinë mos e prish. Jo, hajde bëj diçka tjetër. Pra, të jemi konkret çfarë të bëj, të tregojmë konsistent, pra jo ta lusim 100 herë, mos e bëj këtë gjë, mos e bëj këtë gjë, mos e bëj një herë, mjafton dhe e merr edhe e largon. Gjithashtu mund të shpjegosh paraprakisht çfarë të bëj kur të shkojmë në market, çfarë të bëj kur të shkojmë në ditëlindje, çfarë të bëj kur të shkojmë te gjyshërit. Pra çfarë pritet nga ata? Pritet që të shkosh në market dhe mos të prekësh asnjë gjë me dorë, po të shohësh vetëm me sy. Do të marrim vetëm çfarë është tek lista. Dhe në fund, ti mund ta shpërblesh me diçka nëse do, por për sjelljen e mirë që kanë bërë, ne duam ta përforcojmë sjelljen e mirë, sepse edhe Zoti na jep ne ca gjëra, ca privilegje, apo jo. Kështu që nëse nuk bëjnë atë që ne kemi thënë, çfarë kemi rënë dakord, atëherë mund t'i hiqet një privilegj. Shko në market dhe ai përplaset për tokë se e dua këtë lodrën. Por ne kishim folur paraprakisht çfarë do bëj. Çfarë ndodh? E kap, e çon në shtëpi. Menjëherë, kjo është pasoja, nuk është pasoja shpulla ose se e di që kemi mendime të ndryshme, gjithë të krishterët në botë ndahen në dy pjesë, ata që janë dakord me shpullën, domethënë me spanking, dhe ata që nuk janë dakord. Dhe nuk do flas për këtë se pastaj nuk e di si do ndahemi. Dhe unë sigurisht që nuk jam dakord se ka mënyra të tjera se si të disiplinojmë. Dhe praktikoje. Çdo aftësi të re ka nevojë për praktik, që ai fëmijë ta kuptojë që konsistenca është çelësi. Pra mami e di shumë mirë që nuk doja marr atë gjën që po e kërkon me të qartë. Domethënë duhet të më njohë shumë mirë. Dhe shkon në market dhe bëj thjesht praktik, dhe bëj atë që thash. Disiplina do të thotë, vjen nga fjala dishepull, që do të thotë nxënës, disiplina nuk është ndëshkim, është një udhëzim me dashuri. Unë nuk di ndonjë vend në Bibël që Jezusi të ketë rrahur ndonjë njeri si shenjë disipline, por e di që ai ka përdorur lidhjen, marrëdhënien me dishepujt, lutjen me ta, për ta, udhëzimin me dashuri, ka qenë një shërbëtor i mirë, ju ka larë këmbë dishepujve, ka qenë me ta duke i marrë me vete, ka modeluar gjatë gjithë kohës, nëse një gjë nuk e kanë bërë mirë, i ka mësuar se si ta bëjnë, dhe i ka udhëzuar me dashuri, me hir. Zoti na ndreq, na korrigjon, sepse na do. Dhe ne duhet i drejtojmë fëmijët me një qëllim ndërtues, dhe jo me zemrim. Pika tjetër, e treta, është që të lutemi specifikisht për ta. Me ta. Pra nëse shikojmë një gjë që nuk po shkon, atëherë është koha për të lutur, është koha për të parë veten tonë, sepse jeta jonë është Bibla që ata lexojnë çdo ditë. Ne kemi nevojë për Zotin më shumë se sa ata kanë nevojë për ne. Dhe ata do shohin si menaxhon mami emocionet, ashtu të i menaxhojë edhe ai emocionet. Pra, ja mësojmë se si të menaxhoj veten e tij, emocionet dhe si të vetë kontrollohet. Ja mësojmë përmes dialogut, përmes shembullit dhe jo përmes ndëshkimit. Duhet të krijojmë një mjedis të sigurt emocional. Duke bërë rutinat shpirtërore që janë shumë të rëndësishme, ne nuk duhet kemi prezent Biblën dhe lutjen vetëm në kish, por kudo, çdo ditë. Dhe jo vetëm kur ham ushqim dhe lutemi për ushqimin. Çdo ditë, në mëngjes, në drekë, në darkë, kurdo. Çfarëdo lloj gjëje që të jetë duke ndodhur. Dhe a ka raste që ne zemrohemi, patjetër se jemi njerëz dhe kemi nevojë për hir. Dhe edhe në këtë moment jemi duke i mësuar një gjë, jemi duke i mësuar që jemi të gjithë
bi të Perëndis dhe marrim hirin e tij. Pra është të bësh gabime është shumë okay, edhe Zoti na pranon, edhe na fal, edhe kjo është marrëdhënia fantastike që ne kemi me të, sepse ai nuk do që ne t'jemi perfekt, nuk është ai lideri i sert që do që ne të performojmë mirë, të jemi produktiv, edhe pastaj jemi të pranuar. Ndjenja e fajit është një helm që ne prindrit e kemi, besoj ashtu siç nënat zakonisht më thonë, çdo natë para gjumit unë filloj dhe qaj dhe ndihem në faj për ato që kam bërë keq. Por në fakt e vetmja mënyrë se si ne t'i lëm barrat është te Perëndia dhe të lutemi, të pranojmë veten, të rrëfejmë mëkatin tonë dhe mund ta rrëfejmë edhe përpara fëmijëve. Është një gjë e mrekullueshme të tregohemi vulnerabël dhe fëmia njëkohësisht do kuptojë që jemi njësoj këtu, jemi të gjithë në një bark, të gjithë kemi nevojë për Jezusin. Dhe jo prindi është ky perfekti që unë s'arri dot dhe tani unë duhet të bëj çmos që të jem ky njeriu. Është e pamundur. Kështu që ne e modelojmë dashurinë e Perëndis ose e modelojmë vetë Krishtin më së miri duke qenë të përulur, duke kërkuar falje. Nuk e di sa prindër këtu i kërkojnë falje fëmijëve. Edhe sa nga ju kanë kërkuar ndonjëherë prindrit tuaj falje. Mua s'm kanë kërkuar asnjëherë. Po, edhe nëse do më kërkonin falje për ndonjë gjë, do ndihesha shumë mirë, do ndihesha e çliruar, në fakt. Kështu që gjëja më e mirë që mund të bëjmë është jo ta mbajmë atë barrën e fajit dhe themi o bobo ç'bëra, por të shkojmë te Jezusi edhe njëkohësisht të kërkojmë falje fëmijëve tanë. Siç e thash në fillim, ne kemi nevojë për Perëndin më shumë se sa fëmijët tanë kanë nevojë për ne. Kështu që le të reflektojmë, le të lutemi edhe ne si prindër krijojmë një marrëdhënie, besoj shumë më të mirë dhe shumë më të fortë me Perëndin, se kuptojmë çdo të thotë zemra e atit, zemra e fëmijës dhe kemi këtë lidhje prind-fëmijë akoma më të fortë. Faleminderit. Mirë. Edhe unë erdha këtu që të konfirmoj gjitha këto që thot Alba. Besoj që jeni dakord. Amen. Është shumë e rëndësishme motra dhe vëllezër që të kuptojmë disa nga pikat kryesore. Jo vetëm ato që Alba po ndante, po në fakt më së pari të kuptojmë që secila nga gjërat që po thuhej apo që ne kemi eksperiencat tona personale janë unike. Ne në shtëpinë tonë kemi një formë disiplinimi, kemi një formë përkujdesje, që në fakt në një shtëpi tjetër mund duket ndoshta ndryshe. Nuk po them mirë apo keq, po mund duket ndryshe. Edhe anasjellta. Prandaj unë nuk mendoj që ka dëshirë prindërore të keqe për të kujdesur për fëmijët e vet. E di çfarë mendoj unë që është shumë e rëndësishme, të gjitha ato që Alba po ndante. Janë shumë të rëndësishme. Po e di çfarë mendoj tjetër që është shumë e rëndësishme. Mendoj që është ajo që unë mendoj që fëmijët e thonë ose e lexojnë, si mendoni ju që e lexojnë fëmijët dashurinë me shkronja? Si e lexojnë dashurinë? K-O-H-E. Unë mendoj që fëmijët dashurinë e lexojnë kohë. Prandaj, kudo që ne të shkojmë, cilin do fëmijë që ne të pyesim, unë mendoj që ai fëmijë e ka matur dashurinë që është treguar përmes kohës që ne apo kushdo prind ka jetuar, ka kaluar me të. Unë nuk mbaj mend nga eksperienca ime personale, nuk e di se si është për juve, unë nuk mbaj mend që të më ketë munguar ndonjë iPhone i mirë kur kam qenë i vogël, nuk mbaj mend që të më ketë munguar ndonjë televizor i mirë,
mund të kenë munguar, por nuk është se i kam pas gjërat më të nevojshme të jetës time. Gjëra më të nevojshme të jetës time ka qenë koha që kam kaluar me ata që unë i cilësoja si persona të rëndësishëm. Edhe po të pyesësh gjithë fëmijët kush janë ndikuesit më të mëdhenj të fëmijëve, sigurisht janë prindrit e tyre. Edhe do jetë kështu gjithmonë, pavarësisht se në vite të ndryshme, në faza të ndryshme, ne mund të kemi rol modele të ndryshme në jetën tonë, aty nis modeli më i mirë që mund të ndërtohet karakteri, identiteti apo personaliteti i një fëmije. Edhe nëse koha është shpreja e dashurisë që një fëmijë ta kuptoj dashurinë, në fakt martesa jonë është shkolla që ata shkojnë. Për ne si prindër është shumë e rëndësishme që ta kuptojmë që ata do shikojnë modelin që ne do i japim. Ata do shikojnë, po pse më nuk e keni dëgjuar ju kur pyesnin ju që jeni pak më të rritur, po edhe ju që jeni më të vegjël, po keni motra dhe vëllezër që thonë goca që unë dua një burr si babi, apo çuna që unë dua një nuse si mami, ne i dëgjojmë shpesh, jo vetëm në familjen tonë, kudo kemi punuar me fëmijët u bën 15-16 vite, edhe gjithmonë kështu i kemi parë. Edhe gjithmonë kështu do të jetë. Edhe nuk e di se sa mund të duket e çuditshme për ju, por në të vërtetë, kudo shkojmë, ne do shikojmë një tendencë, një dëshirë të panegociueshme të fëmijës për të parë modelin më të mirë tek martesa e prindërve të tyre. Ne si të krishterë, motra dhe vëllezër, e kemi të panegociueshme këtë. Asnjëherë nga bisedat që bëj me gocën, sidomos me të madhen, e vogla tani ka filluar kupton më shumë, e dini si ka marrë leja Albës për ta tregu këtë, po ka pas raste ku kemi pas ato tensionet tona, edhe goca direkt ka thënë, po pse i ke marrë atë për burr? Vërtet më e ka thënë. E ka thënë, ndoshta asaj mënyra se si unë kam komunikuar nuk më zhdukur krejt normale, po pasaj mund t'je duk një gjë shumë e madhe. Imagjinoj pak, kjo është perfekte, për mua është perfekte. Për mua, ajo 6 vjeçe apo 7 vjeçe, e kupton që kur të vej ajo, kur t'i shkoj mosha që do shikoj dikë për bashortin e vet, ajo e di se si nuk duhet jetë paktën. Jo, është interesante, unë uroj që të kemi sa më shumë situata të ndryshme nga kjo, por ka pasur edhe raste ku ajo thotë që edhe unë do doja një burr si babi. Edhe unë mendoj që kjo është shumë e rëndësishme për ta kuptuar në kontekstin jo vetëm social, po edhe në kontekstin shpirtëror për secilin prej nesh. E dini ju që se ne mund të flasim kështu teorira shumë, por unë mendoj që askund më mirë se sa në fjalën e Zotit, ne nuk mund të kuptojmë zemrën e krijuesit ton, gjithë boshtin, mënyrën se si ai e ka ndërtuar familjen, me qëllimin e vetëm që ne të jemi shëmbëltyra e tij, për atë cilën na ka krijuar, të jemi shëmbëltyra e tij si individ, aty ku na ka vendosur, si çift, aty ku na ka vendosur, si prindër, pasi na bëri çift, si modele për ata të cilët ai na i ka besuar në administrim. Jo për mua është vargu më jashtëzakonshëm në Bibël. Unë nuk e di se cili prej nesh, kur e pyesim, gjithmonë na kanë pyetur kush është vargu jot i preferuar i Biblës, edhe në vitet ndryshëm kam pasur vargje të ndryshme. Sa për mua edhe shtëpinë time, ne do t'i shërbejmë Zotit, është e profili im në WhatsApp, kam kohë që e përdor si një nga vargjet e preferuar, por unë mendoj që vargu për mua që simbolizon jetën, kuptimin e jetës, edhe dinamikat kyçe të jetës është Ligji për të rirë, kapitulli 6, vargjet 5 deri në 7. Çfarë thon ato? Kush i di përmendësh? Katër deri në 7. Dëgjoj Izrael, Zoti, Perëndia ynë është një i vetëm.
Ti do ta duash pra Zotin Perëndin tënd me gjithë zemër, me gjithë shpirt dhe me gjithë forcën tënde. Dhe këto fjalë që sot për të urdhëroj do të mbeten në zemrën tënde. Do t'u angulitësh bijve të tu, do të flasësh për to kur i ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtrat dhe kur çohesh. Edhe vazhdon. Motra dhe vëllezër, është shumë e rëndësishme për të kuptuar thirrjen që Perëndia ka për popullin e tij. Është një thirrje unike. Është një thirrje e veçantë. Keni dëgjuar atë shema. Kjo është dëgjo, Izrael. Dëgjo, populli im. Dëgjo, i zgjedhur im. Zoti, Perëndia yt, është një dhe i vetëm. Ti do ta duash Zotin Perëndin tënd me gjithë zemër, me gjithë shpirt dhe me gjithë forcën tënde. Ndonjëherë kur i shikojmë këto pasazhet edhe fokusohemi e dëgjojmë, kemi dëgjuar këngën e famshme Shema Izrael, edhe lexojmë këto pasazhe dhe fokusohemi te gjërat në fakt që nuk janë aq shumë të rëndësishme në jetën tonë. Fokusohemi tek, kjo është thirrja e Perëndisë për kombin e Izraelit, kjo është thirrja e Perëndisë për gjithë kombet që i besojnë Perëndin, por në fakt këtu ka një thirrje që na kërkon të ndalojmë edhe një thirrje që na kërkon të lëvizim në të njëjtën kohë. Të dëgjuarit në këtë rast përkon që ne duhet të ndalojmë, të dëgjojmë, të kërkojmë, të kuptojmë se çfarë Zoti po thot, se çfarë Zoti po na thret. Edhe në të njëjtën kohë, Perëndia, ai që thot dëgjo, është ai që thot këtë të vërtet, këtë që është boshti, është shtylla kurrizore e jetës, e krijimit, e asaj që unë ju kam vendosur dhe ju kam dhënë, te i qohe, për qohe, kaloje brezit. Në këtë rast, ai po i thot Izraelit që kjo tjetë shtylla, kredoja, bindja, themeli i besimit tënd. Kjo është, në fakt, nëse ne do ta sjellim në familje, është e njëjta gjë. Nuk ndryshon nevoja që ka një prind nga nevoja që kishte populli i Izraelit në atë kohë. Çfarë po ndodhte atëherë? Atëherë po ndodhte që në Egjipt kanë pasur zota të ndryshëm, edhe aty Perëndia specifikisht i thot, i jep këtë, për mua është shumë e veçantë, i jep këtë kredo, këtë bindje historike të pa tjetërsueshme, domethënë është thirrja më sublime që unë kam lexuar në Bibël. Janë shumë të rëndësishëm gjithë vargjet, nuk kam asnjë diskutime, gjithë fjala e Zotit është njësoj e rëndësishme, por është kuptim jashtëzakonshëm kjo që Perëndia ka dashur të bëjë përmes këtij pasazhi. Ai po i thotë që pavarësisht luhatjeve, pavarësisht se ju jeni të rrethuar nga gjithë ato kombet që kanë zota të ndryshëm, kanë adhurojnë, idhujtarizojnë edhe të gjitha gjërat, Zoti yt është një i vetëm, edhe ti do ta duash Zotin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë mendjen tënde, edhe me gjithë forcën tënde. Është shumë e rëndësishme gjithashtu për të kuptuar që në familjet tona shpeshherë futen mësime apo bindje apo zotra që nuk kanë si bazë kyçe atë që Bibla thot. Sidomos në traditën shqiptare që ne vim nga kultura të ndryshme. Edhe gjithmonë ne do kemi këtë sfidën që unë e nisa kur erdha fillim këtu, që apo bëj mirë unë sepse
filan familje, apo fëmijët e filanit janë më të sjellshëm se fëmijët e mi, apo bëj unë mirë mjaftueshëm me nusën time në shtëpi, apo kujdesem unë mjaftueshëm për fëmijët e mi që të mos t'i mungoj asgjë, po në të njëjtën kohë të disiplinohen dhe të rriten siç duhet, e krahasojmë veten dhe kjo është vjedhsi i gëzimit në fakt për një çift, për një familje në martesë. Edhe unë besoj që të njëjtin shqetësim siç e ka pasur Perëndia kur ua ka komunikuar popullit Izraelit këtë deklarat, këtë zemrën e tij ku ka treguar identitetin se kush ai është, kështu ndodh edhe në familjet tona, motra dhe vëllezër. Ka shumë sfida me të cilat përballemi. Edhe mos mendoni që ja dolëm tani po flasim gjysmore këtu edhe ja gjetëm anën këtij muhabeti dhe i zgjidhëm gjitha çështjet. Ju i djuat maroj, shpëtuam, ne ja kemi gjetur anën gjithë këtij muhabeti, nuk është kështu. Nuk pretendojmë që do jetë kështu në të ardhmen. Por ne besojmë që Perëndia që na ka besuar në administrim këta fëmijë është Perëndia që do të na pajisë me aftësi, me zotësi, me qëndrimin e duhur. Është Perëndia ai që do të na jap hir për të kuptuar që jemi të pa aftë për ta bërë me forcat tona. Nuk ka asnjë njeri që mund vi edhe të na thotë që ja kam gjetur formulën edhe është kështu. Por, unë mund të them një gjë me bindje. Nuk ka një formulë për këtë, por ka një vend ku ne shkojmë edhe mësojmë për këtë. Edhe është fjala e Zotit. Ka një mënyrë se si ne mund të ndryshojmë, apo të thyejmë zinxhir të ndryshëm, apo të ndërtojmë themele të reja në marrëdhënie me fëmijët tanë. Edhe këtë e gjejmë në fjalën e Zotit. Këtë e gjejmë në kohën me Perëndin. Ka pafund libra, jam i sigurt që shumica për jush mund të kenë lexuar 10-100 libra mbi prindërimin, mbi martesën, mbi rëndësinë e fëmijëve, mbi rolin e fëmijëve, edhe të gjitha librat, paktën nga eksperienca ime, unë mendoj që kam lexuar goxha në këtë fushë. Të gjithë librat, jo të krishterë, kanë një pikë që për mua është e mirë, është okej, që fëmijët janë unikë, secili ka atë autenticitetin e vet, ku secili ka nevojat e veta specifike. Kjo është gjë e mirë. Po në asnjë vend që nuk ka një bazë biblike, një bazë krishterë, nuk kam lexuar burimin nga i cili, ose burimin në cilin ne mund të themelojmë më së pari veten tonë, pastaj ata të cilët Perëndia na ka besuar. Edhe vendi është fjala e Zotit. Mënyra është lutja, meditimi, të gjithë disiplinat shpirtërore që ne jemi të thirrur t'i bëjmë në çfarëdo lloj kohe, në çfarëdo lloj, edhe kjo është mirë se nuk ka nevojë që ti të kesh në një shkollë për këtë punë, nuk ka nevojë të kesh në kualifikim për këtë punë, nuk ka nevojë ta bësh si punë apo ta bësh. Kjo është një gjë që ti e bën për shkak se ti je i bindur ndaj fjalës së Zotit. Kjo nuk bëhet sepse ti ke një kualifikim caktuar. Kjo bëhet sepse ti bindesh ndaj asaj që thot Zoti, që çdo gjë e mirë, dhe ne besojmë që fëmijët tanë janë një gjë e mirë, është dhuratë prej Atit të dritës, Atit të dritës. Prandaj, motra dhe vëllezër, në të gjithë këtë udhtim jemi të gjithë bashkë, në këtë tren jemi të gjithë bashkë, jemi në vagona të ndryshëm, patjetër, por jemi të gjithë në një udhtim. Unë jam i bindur që praktikisht ne mund të ndihmojmë njëri tjetrin si familje,
ne mund ndihmojmë njëri tjetrin. Unë gjithmonë kur e diskutoj me Albën këtë them është bekim shumë i madh që ti ke mundësi të kesh një hapësirë online ku ti mund të ndash eksperiencat e tua me nëna, me motra të gjithë botës në këtë fushë, sepse ashtu siç të paktën për ne si besimtar, ashtu siç mund të ishte ndryshë, mund të jetë është ndryshëm çdo fëmijë dhe ka nevoja të caktuara. Pika ku ne bashkohemi të gjithë bashkë është në bindjen që nga do që të shkojmë, ne duhet të kthejmë syt tek Perëndia, ne duhet të kthejmë syt tek ai që ne i ka besuar këta, ai na i ka dhënë me një qëllim, nuk ka asnjë diskutim për këtë. Ai e ka dhënë Iselin në familjen tonë, sepse besonte që familja jonë ishte familja e dur për të kujdes për të. Siç mendoj që është për secilin prej fëmijëve tanë. Edhe ju që jeni të vegjël, mas e po ju lodhemi çik me këto muhabete, por do vini shumë shpejt. Do vini shumë shpejt te kjo fazë, edhe ndoshta mund t'ju duket një gjë e lehtë. Unë më mend kur isha në moshën e juve që jeni pa martuar, këto lloj bisedash kishin kuptim, por nuk kishin interes për mua. Por në momenti i parë që e kam kuptuar, sepse në fund të ditës ne po flasim për njerëz që e duan Zotin, për njerëz që duan të shërbejnë Zotit në familjen e tyre, po flasim për njerëz që kanë si qëllim primar nderimin edhe lartësimin e emrit të Zotit në familjen e tyre, në prindërimin që Zoti i ka besuar. Ajo që ne kuptojmë të gjithë së bashku në këtë është që mund t'ja dalim duke i besuar Zotit çdo hap, duke i kërkuar Zotit drejtim, duke qenë të nënshtruar ndaj vullnetit ti në sfida, kjo është shumë e rëndësishme, duke qenë të bindur ndaj zërit ti, edhe duke ndarë me njëri tjetrin, si në këtë takim, apo në takimet tjera, apo në kohë personale, sepse askush nuk e ka gjetë anën, por kemi mundësi dhe kemi bekimin prej Perëndisë që mund të mblidhemi bashkë dhe të ndajmë, të mësojmë nga njëri tjetri, të kuptojmë që ndoshta Zoti po na flet përmes një vargu, përmes një vllai, përmes një motre, edhe të ecim bashkë në këtë udhtim ashtu siç thash. Mirë, nuk dua të zgjatem më, dua që ta mbyll me një lutje. Ti e di më mirë se sa kushdo prej nesh, se sa e rëndësishme është që të vijmë përpara teje, të nënshtrohemi vullnetit tënd, të dorëzohemi vullnetit tënd, të dorëzohemi të lëmë në këmbët e tua gjithë barrat edhe shqetësimet që kemi për fëmijët tanë, të kuptojmë që ti do më të mirën për ta, të kuptojmë që ti do më shumë se sa ne ata. Të kuptojmë që ne jemi këtu duke tu nënshtruar ty, duke besuar që ti do të na drejtosh, do të na bësh prindër më të mirë, do të na bësh kujdestar më të mirë, edhe Perëndi do të ndërtosh një familje të shnetshme, nga e cila do të bekohet jo vetëm lagja jonë, qyteti jonë, kombi jonë, por mbar bota. Lutem Zot që na mësosh, na falësh aty ku bëjmë gabim, na mësosh aty ku kemi nevojë, edhe frymë shenjtë na drejtosh në hapat që hedhim, ndërkohë që jemi duke mësuar se si të shërbejmë ty më mirë në këtë fushë. Në emrin e shenjtë Jezu Krishtit lutem. Amen.